Jo, mua mirë të bëhet mua se do them njerëzve unë, jo ma s'më ka zënë gripi, do me thënë që javën e kaluar mua s'më ka zënë gripi këtë dimër fare. Java kaluar direkt. Sot është realisht në zi për typën. Kam bërë gargare me uthull me krip, kam bërë propolis me rigon, nuk kam pirë ilaç, të them të drejtën, temperaturë nuk kam, sepse nëse do kisha, do shqetësohesha dhe do shkoja të bëja një vizitë, se mbase do kisha nevojë për ndonjë lloj medikamenti tjetër, se unë nuk pi ilaçe, do me thënë, mundohem të mos pi. Kjo është gjendja. Mirë se erdhët në një tjetër vlog. Unë jam Dajana dhe jam me viroz. Bërë kafen time. Edhe Ergysi ishte një lloj si mua, por duhet ishte patjetër në punë sepse kishte për të mbyllur shumë gjëra. Piu një ilaç qetësues. Dhimbjer se ai më zi për type literalisht, edhe thjesht tani është në efekt ilaçi, se tani ndjem shumë mirë, do ta shohim, i tha shumë pas një 6 orësh sa të lëshoj efekti. Po lexoja komente tek vlogu i fundit, edhe një nga gocat ka shkruar Chris, më duket e ka emrin, më ka shkruar që të prekja pak temën e bashkëtesës, marrëdhënien në çift, dinamikat dhe këto, dhe e mendova, nuk kam folur shumë shpesh, mbase nuk jam futur në të thella, sepse nuk do t'i futem kurrë në të thella, por po mund të flas për këtë gjën. Keni parasysh një gjë, flas për brezin tim dhe ne u rritëm duke parë rom-coms, shumë seriale televizive, shumë filma të animuar, shumë romanticitet dhe realisht, kur e bëj ndonjë muhabet me njerëzit e mi, shoqërinë, Ergysin, me çdo që bëj muhabet, them në një farë forme më duket sikur e gjithë, do të thënë çdo gjë që kemi parë në televizor, sidomos në kohën tonë, na formuan dhe kanë lënë gjurmë. Sepse ti rrit pritshmëritë që ke nga jeta, nga raportet shoqërore, nga raportet dashurore, dhe realisht kanë ndikuar, sidomos se ke qenë e dhënë pas tyre, dhe unë kam qenë kështu vdisja, mbaroja, do me thënë ndërroja, tisha në vend të një personazhi ose diçka. Për shembull, Ergysi nuk ka qenë fare i tillë, dhe kjo normalisht i ka ndikuar, sepse mbase ka ndikuar në mënyrën e tij të menduarit, nuk është ai tipi romantik, ku dëgjon. Mendoj që ka ndikimin e vet. Unë kam lexuar shumë libra. Atëherë e kishim kështu si të detyruar që duhet të lexonim dhe të plotsonim atë kartelën me libra. Dhe kam lexuar goxha libra dhe mendoj dhe kjo ka bërë të vetën në formimin tim. Tani nuk kam lexuar aq shumë, kam pafund libra, kam bler aq shumë libra të rinj dhe ju betohem që gati u rrej këtë gjën te vetja. Do me thënë jam e mbi stimuluar nga gjërat që më rrethojnë dhe realisht kam arritur në pikën që them periudha e telefonave, teknologjia na e ka vjedhur shumë atë lumturinë që gjenim mbase tek leximi i një libri apo të shikosh një film pa e parë telefonin. O Zoti i madh, nuk e di. Dhe po e mendoj realisht që do ta bëj një rutinë që në momentin që do ulemi të bëjmë diçka, telefona do fiken dhe do shkojnë tutje, sepse nuk ka zgjidhje. E kuptoj që kjo gjëja nuk ka kthim brapa, sepse çdo gjë po bëhet më teknologjike, më digitalizuar, inteligjencë artificiale, dhe unë thjesht dua të kthehem në vitet e fillim viteve 2000. A jam e vetmja apo mendoj gjithë brezi jon? Domethënë çfarë lidhje ka kjo me perspektivën time mbi marrëdhënien që kam me partnerin tim? Thon kjo thjesht për të thënë faktin që perfeksioni nuk ekziston. Do ta hiqni nga mendja. Unë nuk e di në çfarë pike, nuk jam futur aq thellë, po nuk kam kërkuar kurrë perfekten. Të paktën nga ana vizuale, nuk kam pasur, nuk e di si ka mundësi, nuk kam pasur kurrë pretendime në këtë sens. Pretendimet e mia nuk kanë qenë kurrë fizike.
Mbase kam pasur një çik inteligjencë emocionale dhe atëherë se kam ditur çfarë ishte. Kur kam njohur Ergysin kam qenë shumë e vogël. 18 e vogël në sensin që 18 vjeç dhe të 20-tat realisht janë për të eksploruar. Ti nuk mund të mendosh të krijosh familje që në fillim të viteve, që në fillim të 20-tave të tua, kur ti ende nuk e ke kuptuar çfarë do nga jeta. Por lidhja emocionale dhe shpirtërore që unë kam me partnerin tim është out of this world. Dua që t'i futem në të thella sepse janë gjëra që mund t'ia thuash vetëm mund t'i bësh në një seancë terapie me psikologun dhe janë gjëra shumë private dhe intime. Unë kam kërkuar një lloj përmbushjeje. Nuk e di si ka mundësi që 18 vjeçë unë kërkoja pikërisht këtë gjën. Unë diçka që e vura re tek Ergysi që në ato kohë dhe e mendoj tani dhe kur kthej kokën pas ka qenë ndjesia e paqes dhe sigurisë që unë ndjeja. Nuk është se i bënte diçka ekstra për të ma dhënë mua këtë ndjesi, ishte komplet ndjesi e brendshme. Dhe keni parasysh që çdo gjë që do ndjeni kujt drejt dikujt, qoftë nga ana shoqërore, qoftë nga ana dashurore, është komplet reflektimi i gjendjes së brendshme. Dhe mbase, mua mund të më ketë munguar në ndonjë farë forme kjo ndjesia e paqes dhe sigurisë që unë e ndjeva direkt tek djali që sapo e njoha. Realisht kjo dhe unë gjithmonë kam qenë në kërkim të kësaj të një përmbushjeje dhe unë kam qenë tani që kthej kokën pas, kam qenë gjithmonë një që fëmijë dhe që adoleshente, kam qenë shumë free, rebele, e kam shijuar shumë adoleshencën time, me gabimet e moshës, me ato gënjeshtrat e vogla, me ato daljet të erpasershme, e kam shijuar shumë. Po dhe prindrit e mi nuk më kanë ushtruar presion dhe unë kam qenë me shumë fat, këtë e kam përmendur gjithmonë. Prindrit e mi nuk kanë qenë prindrit tipik që të më ndalonin mua të bëja gjëra, thonin jo, mos shko këtu, jo, mos shko atje, jo. Fjala jo, unë nuk e dëgjoja aq shpesh sidomos për pjesën e të dalurit, domethënë për ne ishte norma sepse dhe tani që kthej dhe mendoj për prindrit e mi dhe kam aq shumë dëmshuri. Ata mbase nuk e kanë bërë me vetdije, po se s'dua të prekem se domethënë sa të mirë, domethënë se sa me fat isha unë që pata në periudhën e adoleshencës, që është periudha më e vështirë, që pata ata dy prindër që nuk më ushtruan kurrë presion dhe më lanë të isha e lirë. Isha si të doja, kisha të zëntimit vogël që jeton në Greqi dhe ajo më silte mua o Zot, gjëra aq të bukura dhe atë kohë vdisja të visha mini fundesh mosha, parkun pak për jashtë dhe nëse se përmeti ka qenë gjithmonë shumë i lirë, shumë kulturor, njerëzit shumë të paqët, njerëzit shumë të ditur, njerëzit me bot kuptim tjetër dhe përmeti nuk ka qenë, nuk mbahej për këtë për njerëz shumë fanatik. Mbase patjetër që mund të kishte, por overall kështu kishte qenë. Ati ky motori. Edhe mami më admironte kur unë vishesha në formën time. Dhe domethënë çdo gjë që po them do bëj sens në çdo marrëdhënie që krijon, sepse çdo gjë që jemi nga mënyra se si kemi patur raportin me prindrit tanë, me të mirat dhe të këqijat. Dhe fakti që unë nuk kam shumë tani kur kam qenë e vogël nuk di të them, po flas thjesht për periudhën e adoleshencës. Dhe fakti që unë ndjesha kaq e lirë, patjetër që familja ime kishte kufizimet e veta, ato s'po i diskutoj, por në përgjithësi fakti që unë ndjesha aq e lirë, të dilja kur të doja, të shkoja në lume shoqet, fakti që kisha ato shoqet e mia të gjimnazit që i doja me shpirt, ju nuk e keni idenë, domethënë nëse ndonjë ditë merja shoqen time telefone kisha te lagja dhe më thoshte jo nuk do dal sot, mua më shëmbej bota, domethënë bota ime ishin shoqet e gjimnazit. Ju nuk e keni idenë çfarë roli kryesor, çfarë rëndësie ka pasur shoqëria ime dhe ishim të gjitha një lloj. Domethënë tani që e mendoj të gjitha dilnim, bënim, visheshim bukur, kënaqeshim, këndonim, ishim adoleshente. Me shumë fat.
realisht. Nëse gocat e mia e dini kush jeni nëse po ndiqni këtë vlog. Dhe tani, thënë kjo, unë e mësuar dhe e rritur që ti e me lirë dhe kur ti krijon raporte të tjera shoqërore, dashurore, ti patjetër që do kërkosh atë që është norma jote, por edhe më mirë. Dhe kur unë njoha Ergysin, patjetër gjithmonë me kapacitetin e moshës që kisha. Ai më jepte mua një sens qetësie. S'kisha unë asnjë lloj presioni. Nuk e di, nuk ju a shpjegoj dot. Po tani duhet të pi diçka sepse po më ikën zëri dhe po mbaj shënim ku e lash. Hera pa që unë dhe Ergysi sëmuremi një kohë si. Po, i ke bërë shumë të mira. Dhe sëmuremi me të njëjtat simptoma. Mami, Zemë. do ta provoj pak? Po do ta provoj. Po se ke me to me pika e me gjithë e lëmishtu. Ha? Që të kemi ngjyrat bukura. E nuk do të kemi poshtë. Shpëveni sa është fryrë kjo. Më dhëmë dhe kur e prek. Edhe makaronat e Pierushit. Gati e Pieri? E ke shtruar? Bravo. Bravo, je shumë i zotit të lumë. To pirunat edhe kjo pjata tu e pastaj marri. Po, të bëf të mirë, Pierre. E provoj një. E të kalli. I mirë. Po, shumë i mirë, ma, të bëf të mirë. Rita nuk e kam provuar një. Provoj. O ba e ke bërë shumë të mira. Bëfshin mirë. Na troll. Edhe, si unë nisë ky vlog sot, më keq ka përfundu Ergysin e kam e të mbretërit. Kam bërë këtu supë me kjo që shikoni këtu e ngrirë, ja të tregoj, është nga lëngu kockave, që e kemi të përgatitur gjatë dhe pastaj kam shtuar specat kuqe dhe jeshil nga ky peperoncino, jo, nuk e di çfarë quhet, qepe kuqe, hudhër, dafin dhe ta bëjmë me këto klitarashit e vogla. Shkova bleva dhe një ananas, ta shtrydhim sepse të lexoja që është shumë i mirë për është një anti-inflamator shumë i mirë. Tashi, ja nga perspektiva jonë çfarë e bën marrëdhënien më të shëndetshme është që dy njerëz kur dashurojnë dhe bashkëjetojnë, bashkë jetojnë. Me të mëdhaje që do thot bashkë punojnë. Partner. Pra, Ergysi dhe pse është me temperaturë, dhe pse unë i them rri aty, ai çohet vjen vërtet në përshpit. Do me thënë, ndihmon në jetën tonë të përditshme dhe mendoj që ose se nuk flasim dot. Kemi ngrënë hudhra. Shkova bleva këto dhe kisha merak, mos vija era hudhër, futa një nga kështu nga to holca, dhe kështu nuk kam folur fare, thjesht. Kose është dhe shumë e vështirë që ta njohësh dikë që në momentin që ti po e njeh, disa shumë vite duhen, domethënë aq më tepër kur ne jemi qenie që ndryshojnë vazhdimisht edhe është e gjitha tek dëshira e përbashkët për të rritur një lloj dhe për ta dashur këtë gjë një lloj dhe të kesh edhe qëllime të përbashkëta. Ne kemi qëllime të përbashkëta tani, sidomos pasi u bëm prindër, që qëllimi jonë më madhor dhe i përbashkët është që të kemi një familje harmonike dhe Pierre të rritet në një ambient harmonik. Se kemi momente jo të mira, është absurde, zihemi, por jemi njerëz me mishe dhe kocka, por ajo që kam vënë re paktën nga perspektiva ime, nuk e di për ty Ergys, është që kemi bon sensin për të rregulluar gjëra, sepse thash kemi shumë qëllime të përbashkëta. Shumë. Në sensi rregullojmë gjërat, edhe mbas e zihemi.
Dashuria. Po, por keni parasysh që ndonjëherë dashuria nuk është gjithçka. Kujdesi. Po do të flas nesër. Si jemi. Sot si jemi pas. Jemi tashi. Ata provoj çik. Po çfarë kombinojmë tani mos? Move. Po xhiroj me telefon. Sot është e shtunë mbrëmë. Kemi dalë të tre, nuk e dim fare nga do shkojmë. Do shkojmë një ende nga Destini sepse edhe sot kishte kështu vintage market. Jemi një çik më mirë, po ergysi pak më keq se sa unë, prapë jemi cop. Pjeri shqyr s'ka shenja deri tani gripi. Ergysi si ndjeshti. Dali efekti ibuprofeni tashi. Edhe sikur që do filloj ta ndjej të dhimbjen e vështirësisë në kapërtim. Dolëm njerë të shohim, mbase marrim në një pije në dorë, po ka çik muzikë atje kështu. Ta shijoj. Shifeni sa e bukur është kjo lulja këtu e qelur. Kjo lulja qershis. Wow! Oh my god! Shifeni. Këmirmalli për Tiranën. Ja dhe një paplic. Një kafe diku këtu. Një kafe diku këtu që kemi pas ardhur dikur. Diku këtu më duket. Balmon? Që të gjojnim një këngë me Dalinda. E Balmon? Nuk e kujtoj e me nati të gati. Nishtë i... Qarë është? Kjo këtu? Nuk e di fix qarë Pjeri që shrej këtë dhe thot është kur të ngordhin njerëzit si monument. Ua tregova unë këto, janë këputët e mia Prada. Janë vintage, janë këto Kitten Hill i adhuroj dhe janë aq të rehatshme. Do me thënë, nuk e di. Dashuroj. Sa po parkuam. Jemi të një parkim këtu tek ku ka qenë shtat xhuxha më parë në sekit. Edhe Pjeri e mbante mend erdhën te xhuxhat. Yeah! Hello, hello! Është bërë Tirana super cute sepse në çdo cesh mund të ketë ndonjë festë, ndonjë aktivitet. Të larguam sepse Pjeri është në një fazë tantrums që nuk jo shpjegoj dot, më bën një nervoz dhe ikë. Nuk e di a është fazë 5 vjeçari. Pjeri dhe Ergysi janë diku të zhytur andej. Tani presim babin që të na sjellë një shishe uji. Jemi këtu te ETC-ja. Pjeri, si shkoi dita sot? Si shkoi dita? Ishte e thënë Ergysin që pari që më faqe ju aprisha ditë. Po Pjeri, si i the babi ti më falë që ju aprisha ditën? Si i the? Nuk na e prishe ditën. Asnjëherë nuk na e prish ditën. Ti je i vogël mami dhe po rritesh edhe po mëson. Çdo ditë si të jetosh. Mirë. Nuk na e prish asnjëherë ditën, okay? Të premtoj. Mirë? Pinky promise. Shiko si parkoj kjo taksiaki. Shiko për brams. Po. Mirëmëngjesi njerëz të mi. Mirëmëngjes. Sot është e martë, kemi që pushim deri dje. Dhe kur jemi pushim, dihet që asgjë nuk bëjmë. As edhe një lloj gjëje, as një gjë prej gjëje. Duhet të gatuaj pak, të bëj gati drekën. Pjeri ka sapo e çova në kopësht, kam zier ca patate, do t'i bëj kështu si pure me vaj ulliri edhe me majdanos.
Kam qik biftek vici këtu, edhe ashparaguj këtu, dhe kjo do jetë dreka jonë sot. Ergysi, të lutem mos i fshi më notet e mia. Faleminderit. Ja një rast që unë tash jam me nerva, sepse kemi parasysh që unë baj shënimet e notes, por neve nga që kemi kur isha në Gjermani baja shumë shënime tek notes edhe nga që harroja, edhe e kemi bërë telefonin shared me Ergysin. Dhe çdo gjë që dilte te notet e mia dilte te Ergysi dhe viceversa. Dhe tani më ka fshirë mua ç'a do flisja unë. Ja, sorry thot tash, ç'a të bëj unë? Shiko qa më kishe shkruar, thot, mom guilt, se unë i bëj shumë e fjallë çfarë më vjen në vëndje. Ja, tash unë mund ta bëja share me Ergysi këtë, po ja, ai e zgjidhje, pas ka pajtur mend. Nejse se bëj shaka, se këto janë vogëlsira, por realisht në përditshmëri për këto gjëra zihemi. Dhe neve, nga që jemi, do me thënë, që ta keni gjithmonë parasysh, ajo që ju do shihni në rrjetet sociale është ajo, nuk di, ajo 5% që dim paka shumë për çdo njeri, që e dim edhe se dim. Është e njëjta gjë. Dhe njerëzit mendojnë që jo, si juve jeni nuk ziheni, unë dhe Ergysi jemi Macia dhe Miu. Zihemi shumë, ja, zihemi për budalliqe. Për djeu zum për kapuqinon. Sepse provuam ta bënim, nuk e bëm dot, dhe pastaj u bë me nerva, nuk e di pse u bëra me nerva, se ma mori nga dora donte ta bënte vetë. Edhe pastaj mësoi një teknikë që mund ta bënte dhe më thirrje, hajde shife, unë nuk i erdha, ai u bë me nerva pse unë selda që t'ia shikoja atë gjën që po bënte. Domethënë, që kemi është që ne kënaqemi shumë me njëri tjetrin, në sensin ka shumë që të thosha që ka një formulë për të ditur si kjo gjëja funksionon, si kjo gjëja s'funksionon, si kjo gjëja ecën përpara, por të jemi sinqert nuk e kam. E di shumë mirë që marrëdhëniet njerëzore janë kaq shumë komplekse, si marrëdhënia ime me Pierin për shembull. Sidomos kur jemi pushim, me luhatje, humori nga më të çuditshmet, dhe betohem dhe unë tani gjithmonë e fajsoj veten time, tani për çdo gjë, edhe po thoja këtë gjën që ndjehem sikur kam dështuar, ndjehem sikur kam gabuar diku, kthej kokën mbrapa, domethënë edhe kam shumë të vazhdueshme këtë gjën, dhe një nga mikeshat e mia virtuale në Instagram më çoi një ditë një shprehje që do t'ju lexoj për shumë pak, sapo ta sistemoj këtë dhe të lajduar, se i kam erza. Këtu kam hedhur erza, kam hedhur pak limon, kam hedhur pak djathë shkrirë proteinik, dhe pak dhe pak kështu curry, aroma që ka shumë e mirë. Tani, prit t'ju lexoj pak këtë, se fika këtë aspiratorin që ta dëgjoni. Prindrit vuajnë shumë ndjenjën e fajit, sepse i kanë mbushur mendje se prindrit janë 100% përgjegjës për çdo veprim të fëmijës, dhe se ata mund të kontrollojnë çdo gjë që bën dhe ndjen fëmia. Dhe kjo ndonjëherë është absurde, sepse prindi pa diskutim ka ndikimin më të madh, por fëmia është një individ më vete, ka botën e vet, karakterin e vet, ADN-n e vet. Gjithkohon jam kështu me mendime të përzjera, edhe duket bota një vend shumë i frikshëm edhe shumë kaotik, edhe nuk e di. Edhe dreka e Ergysit është kështu, unë do kem më tepër thjesht një vezë të zirë, sepse nuk e kam ngrënë sot në mëngjes dhe nuk më del koha. Do ta lë pak të ftohtë dhe pastaj do ta paketoj. Ka pak të xhamat, se kemi dhe lavazha këtu edhe është një zhurmë e vazhdueshme. Qa do veshim sot? Do njërë thjesht dua të ri, por s'kemi kohë të rim, që o goce. Vitamin C,
Nëse do të më pyes, me që jemi tek marrëdhëniet, nëse do të më pyesni që Diana, keni pasur momente që keni vënë në diskutim gjithçka, domethënë nëse keni qenë ndonjëherë shumë pranë ndarjes ose I don't know, do gënjeja nëse do thoja që jo s'kemi qenë në ato pika, mbase jo deri në atë pikën e ndarjes, por realisht kemi pasur momente shumë të vështira që i kemi kaluar duke ulur, duke biseduar, dhe kur ti ulesh dhe bisedon, po të bisedosh si njerëz të rritur, të vaksinuar, pa inate, sepse është shumë e rëndësishme në momentin që ti do ulesh për të diskutuar me këtë personin që supozon që do kalosh jetën apo që je duke jetuar, momenti që do uleni për të diskutuar, për të parë çfarë dreqin po ndodh, atëherë inate do të lihen më njanë. Nga këto biseda ti mund të kuptosh realisht që përpjekja se shiko, njeriu nga natyra do përpiqet, është në ADN-n ton, ti do të përpiqesh. Zili në format e veta. Tani shiko se po ju flet edhe dikush që ka 15 vite me një person dhe unë nuk e di si është të dalësh në takime në ditët e sotme, ka ndryshuar gjërat kaq shumë, njerëzit janë ndryshe, nuk është më njëjta gjë. Ne jemi në këtë periudhë konsumojmë shumë informacion. E di ndonjëherë vjet gëzimi i madh i lumturisë apo i të qenurit autentik, ndonjëherë është edhe krahasimi të vret. Edhe unë e kam pas bërë në fillimet e mia të lidhjes me Ergysin, sepse ka qenë mosha atëherë dhe ja kam vënë gjithmonë moshës dhe gjithmonë diskutojmë bashkë tani dhe themi kam qenë shumë gripsh. Po, unë. Shumë kam qenë sëmurë se sa mirë dhe nuk është se jam stërvitur aq shumë. Edhe mund të kem ngrënë ndonjë gjë të ëmbël, kishte bler Ergysin 2 biskota. Edhe kam ngrënë nga 1 në ditë me kafe. Jo çdo ditë, mund të kem ngrënë 3 maksimumi. Edhe ndjeva keq, e shefti. Kam qenë realisht pa fuqi dhe keq fare. Edhe po i thoja vetës o Diana, çfarë privilegji është të kesh mundësi të stërvitesh, të kesh mundësi të hash shëndetshëm, çfarë privilegji është, dhe kupton vetëm kur nuk i ke këto gjëra. Ta thash çfarë privilegji është të jesh i shëndetshëm dhe i fuqishëm, të kesh mundësi të bësh këto gjërat. Kjo është jeta, kjo është sensi i jetës. Çfarë ka më shumë se sa kaq? Ma ka u bëra gati. Sot është shi, kështu që këta kam. U bëla. Thoni ju shkova i bëra thonjt, edhe i bëra kështu bojqelli, nuk u stërvita, thjesht hëngra se nuk më doli koha. Pse nuk? Jam duke u munduar të bëj këtë detyrën, dhe të rikrijoj një poster filmi, sipas mënyrës time, dhe unë po krijoj një poster për Interstellar, si do ta krijoja unë. O goca më erdhi gjulluri qarë! O gys! Si le paka të mystery jewelry dollar. Si e bleva 50.000 lek. Goca është shumë i bukur. Jo. Do ta hapim nesër 1 nga 1. Duket shumë cute. Inshallah janë vintage të gjitha. Nesër mami do ta hapë, do ta bëj video të dedikuar. Kujdes se rëndon shumë. Ku je? Po jo, ku e shef ti që mami dhe babi e kanë gjanë njëri tjetri? Po e kanë, ju keni shpirt. Kur e put për shembull. Ju jeni shpirt, thot i keni shpirt. Kur e put mami babin. Ajte të dua pak, ajte, shiko. Po që një pak të buza. Te buza? Pa tjetër.
Ora, sa është ora, Pierre? Sa është ora? Shifin qik? Sa është? Sa është ora? Mama? Një, edhe Është gati 8:30 edhe sa ka mbaruar mësimin? ma sa ka bajtore? Ora 8:30. 8:30. Sa mbarova mësimin edhe thash ta mbyll këtë vlog. Sa po më ka ardhur edhe cikli. Edhe jam edhe dekër. Në tjetër label i prishur nga Pierushi. Mbyllim këtë vlog. Nuk e di nëse e keni vënë re, po për mua janë shumë të rëndësishme titujt. Dhe titujt janë gjithmonë e ndërroja këto titujt kështu si tituj librash apo si tituj një artikulli, domethënë diçka që mbase nuk është e klikueshme, por është e klikuesh. If you know, you know. Nuk di tani ta shpjegoj. Ergisi po na bën atë budingun e mrekullueshëm që unë haj çdo mëngjes. Tash duhet të zhvishem, të bëj një dush trupit, sepse jam shumë e lodhur dhe nesër do hapim Mystery Jewelry Jar. Nuk e di se çka kam thënë fare në këtë vlog, besoj e kuptoni, mbase jo çdo gjë që mund të dëgjoni nga unë mos e merrni seriozisht, thjesht shikoni një perspektivë të re, se në fund të ditës askush nuk i di të gjitha gjërat saktë në këtë jetë dhe nuk mendoj që ka pasur një njeri që ka jetuar në këtë planet, që edhe nga njerëzit më të ditur e më të mençur të gjitha kohërave që i ka pasur gjërat figure it out, domethënë që i ka pasur gjërat të ditura, që okay, kështu funksionojnë. Misteri ky është, prandaj është e bukur, për ndryshe çfarë kuptimi do kishte. Ku e di unë se çfarë do ndodhi me atë nesër pas nesër. Ha more. A dëgjon çfarë po them? Mua e kishe? Po thoya, ku e dim nesër çfarë do na ndodhi nesër? Ku e di unë se si do jemi, ku di unë se si do zgjohet ai nesër? Do çohet ai nesër me nerva mëngjes dhe unë do t'i them ik, mos më fol fare. Jo, i firë nuk e them. Domethënë, se për ta bërë pak më për ta kthyer pak në shaka, thjesht dashuroni, shijoni, kënaquni. E bëre sandwich? Më ndërprej fillimin e ndimit, por nuk më mend se çfarë po thosha. Çfarë po thosha? Që nesër mund të zgjohem me rastësisht edhe Jo pritër. mund gjejmë një gjë më të mirë. Urdhëro. Ti fare se çfarë na sjellë nesërmja, kur e jeton jetën me you move with grace, pra kur ti lëviz me hi e shi, po them, ashtu do të vi se karma ekziston edhe çdo gjë kthehet në jetë, mbase nuk do më kthehet mua, por karma do t'i vi nipërve të mi, besave të mia, gjeneratave të reja të gjakut tim. Se kam ndonjë që po shef këtë kanal dhe mua për herë të parë, hello, unë jam Diana, nuk jam e çuditshme, thjesht këtu flasim lirshëm, në mënyra mbase se si unë bëj shaka dhe mos u trëmni, domethënë, është çdo gjë, okay. Tani po më në barku. Okej, tani po ju kam shumë për zemër. Faleminderit që i keni ndjekur këto video, faleminderit që jeni rrit. Jo, nuk e dua, faleminderit. Jo, e shjotja e qëndruit, nuk e du. E ke bërë Fumimi, e me kos. sandwich me kos? Po, Okej, faleminderit. ajo të gjithë. Që ka shumë i mirë. Që ka i shkëlqyer, Pierre të shënduar. E qapë pa mami, e lufën duar. E ke qarë. Ke qarë. E le te ke qarë. Kam të dy. Mos harroni ta mbështesni këtë kanal, të bëjmë komunitet. Ja, sa të mbarojmë, e kam lënë këtu sa të mbaroj vlogun. Faleminderit që më keni ndjekur, faleminderit që më keni komentuar, faleminderit që keni bërë subscribe. Ju kam shumë gjanë dhe bashkë do shifemi të mërkurën në orën 3 PM. Ciao!